Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Sot në live-in tim do të kem jo një zotëri, por 3 zotërinj, të cilët 2 prej tyre duan të reagojnë ndaj ish-kunatit të tyre, konkretisht ndaj Edi Koxhait. Një 39 vjeçar i cili vetëm përpara disa ditëve ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar ndarjen me bashkëshorten se si kjo e fundit, Alma, ishte larguar duke braktisur 4 fëmijët. Ai akuzoi kunetrit, familjen e ish gruas, se ata kanë qenë shkaktar për divorcin e tij. Ndaj sot ish kunetrit, pra 2 kunetrit e Edi, do t'i kem këtu në live, por fillimisht për të gjithë ata që nuk na kanë ndjekur momentin kur Edi Koxhai tregoi ngjarjen, historinë me ish bashkëshorten dhe konfliktet me njerëzit e saj, dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Unë kam 20 vjet me Almën me bashkëshorten, i kam praktikisht ka ik. Atje rrinte me i bën motre, më shumë e bën me mua kështu se me motrën e vet. Çfarë të thoshte? Më shumë e bën me mua kështu i bën motre se me motrën e vet. Ata janë rrugaqë. Erë ditë ke shkolla, mi burë tjetër me i makina ne. Në shqitë mive të anet, me të që gosa 15 ditë që i tjenë zëtë ke shkolla, më ashtu mama e poshanta. Unë e shkret e dje që ta kanë modë, më dikë ke modër një kërë, i rrinë atë, a rrinde 3-4 net. E qarë? E, ta konta tjetër njënë e dje, ka pas ma para. Ti fje burre, ti fje atë jorë, ti e të me gëtë. Po kushe hudhe, Olivia? Olivia si këtu e. Ole gjerë, ondërsirë. O shkëksirë. E kush më sa ty, bre? A do t'i bi nesër të matë? Që i biri? E kush më sa? Po, do t'i bi, man. Biri, po si futat gjithë majë. A do t'i bi herë me matar? Motrën e kam këtu, nuk e bi më, ja. A do t'i bi me matar? Po bjerë në ata e? Motrën e kam në dojë të bia, në kam sigur. Bjerë. O Edvino, qëmë, ashtu dërë jeti? A? Po. Po pete e dërë, që të hojshën të varë të shqe. Dohan 2 paketa në ditë, me shqit nuk rinë të gjohë të kishpje, me gjatë me qizë në lëmë gajtë, me pula si qësë finisht. Pastaj i koshe i gjithmonë, janë më përsh kalamajt, më përsh familje i koshe i gjithmonë. Bamë një shkretin në Greqi, nuk kam lonë të shokësh për shabotin, bamë në Greqi, bamë punë të në këshatë. Si të maj e fejtë. Ikte me punë e motrës 2 manatës vinte. E pime, dohan një shumë mas ati një punë motrë, ako mas në di. Pas bukë si punë të fmive, da si gjoj, i quni i shkret njënin, e koshe i no, a ke punë vetin që bukatë kështë. Mi ka rap, mi ka të të ruhë, mi kam në vidi. Ajo që në vetëm divorcin kushte, s'u kontet me, vetëm ke gjukata, vetëm divorcin 3 rahat kushte. Të 3 rahat du të bëj jetë kushte, du të hatë pi, du të dalë kushte, du vetëm jetë, e shumë këtë muaj. Në shqit mivet e mërë dhe i bëgjanaku, që në gjyre të qëshafin, gjyrozi kushte, në shqit kosës, voglës, dypit. Ashu ka në kalamet, nuk e du moka, nuk du të shumë me sima. I dëgjuam këto momente shokuese nga Edi Koxhai, ky baba i cili tregoi tradhtinë e bashkëshortes me kunatin. Ndërkohë që kunati i madh Asjeriu, i cili jeton në Itali, është prekur kur e ka parë këtë live dhe kërkon që ditën e sotme të jetë këtu me mua, ndaj hap dritaren dhe e ftoi. Asjeri, përshëndetje. Përshëndetje, se kanove? Mirë, si jeti? Mirë. Unë të mora fakt se ka përmend ai Agai disa gjëra që për mu nuk kanë jo vlerë, po nuk kemi nga e familje ose nga ta që thot ai. Ish kunati? Ish Bëxhanaku, që kunati? Po, Bëxhanaku. Tani sa që thot ai që ka qenë martu, ta 2 janë dashuruar si që janë dashuruar dhe unë nuse me dashurie ka marrë prej fshati, kemi i shkollë me i klasë. Këta janë njoftë bari, me drejtë me rrimë nga nëse, si që fshati, nuk ka një gjëtë keqë aty për kur. Edhe e martu 6-17 vjeç. Edhe kur pasa qenë e martu më gësë se ti shkëndeve tjerit. Ose pasa qenë martu mi vend tjetë e ka marrë kë. Edhe fori disa fjalë për motrat e për gratë. Për çfarë arsye? Ti mund bëjë diçka, si gazetare. Merë një gazetar, mi ka mërshet, shkon sa pyet kush është Edi Koxha, çka ka bëj,
edhe atëherë do më thush nuk ke të drejta serios ose jo. Por pse, çfarë ka bërë Edi? Sepse ai po mban fëmijët. Gjëshu, në gjëllë mandatu. Edi historikisht, shkon në Greqi, punon nga 2-3 muaj, nuk bie si lek shtëpi. Ajo goca ka bo 5 denancim, ti ke dhe denancimet i bash, ka 3 urdhra mbrojtje. Vajtë e në funit, iku nga kati 2 theu këmbët e ka qu policia Elbasan, nesër spital vetë me fugon policie. Edi, vajtë policia me marrë shpiju, iku theu këmbët. Ka neta e policisë gjithë natë me kam thyme, në mëgjes e kanë qu spital si i kështë thy këmbët. Por pse çfarë U ndodhi? holë nga kati 2 pra se lajmaj kjo, se i rejfte. A i ka do fëmijët për vete, ka lajmajt është puna atyre ata. Ka një gjyq tani prap, a i nuk e din, për fëmijët. Se e kunati nga Anglia pagoj lekët, që i morë që ku ka një bab që a i nuk është prindje për mu. Aseri, unë po të flasë shumë sinqerisht. Momentalisht, fëmijët ai baba po i rrit? Po për kokën e mu po të flasë, unë pëse unë s'kam, unë thesht e kam pas bacanak. Po, dhe aktualisht fëmijët po i rrit ai? Qa për rritej, ku për rritej? A i ke pa videot i të bim në videot, fëmi gjenë 3 mjesit që ka hapi lokal aty abuziv, në pak si ka, si e ka. E duke kërcy me pianecët gjenë 3 mjesit, ata e në bajtu shmit. Por me thënë të... E oma fëmijë ka shku 20 herë ke shkolla, shko pyt, ka janë fakte, ha? Por pse fëmijët nuk e duan nënën? Sa ata E fëmijët ka këtyje gocë e madhe, çuna tani që e për festën. E djali doli me foto, ta biju foton. Unë kam 3 kalamaj, 28, 25 dhe gocën kam 21. Me jetë. Për kokë 3 fëmijë qofë se unë do të prem një fjalë shtes ose me inat. Se s'ka mas i gjëm e të. Vetëm për këto budalliqe që ka folë aty, ai edhe unë preken. Se kam dhe unë nusën aty, kam motra ajo. e qartë, Gruaja ime. e kuptoj, por unë po të flas hapur, unë Edi nuk e njoh, se kam takuar asnjëherë, vetëm në atë live kam folur. Të thash premisht, në i gazetar i ka më fshet, shkon në Gzavesh, në kuptoh që unë po të them qash Aliveti. Me i ka më fshet, shkon shpi në shpi, në këtë ka shku ata almën a e lagja atje, se s'ka dhe lokal për buga vdekjes. E me e vetëm për gatuj se ka qenë një fejnë punëtore, pastërtore. E kanë dash gjithë. E Se janë qartë, 10 spi lanë. Po- 10 spi veç. Ky zotëria, se nuk du... Ky në që kënë ka aty u ka ato dashnore, aty që ka i gocë, e manta ka kresia me lek. Sa le ka për shpije? Pa e dim ne. Vetëm unë mu t'i kem qua almës bi 3.000 euro, prej tu. pse Me faturat e jam punë. ai nuk është kujdesur. Motra, gruja ime pra më 200 euro, 100 euro, 500 euro i qovo. Unë, i kam faturat aty. Po pse ti po Ta ti, vjen mashtrime. ti po tregon që Edi e ka tradhuar Almën dhe jo Alma Edin? Po për kohë fëmijëve të mëj. Po dhe me thash i ke pyet në Gzavesh ti, kush është Alma edhe kush është Edi, është shumë e thjeshtë. Unë shikoj një baba që rrit fëmijët i vetëm dhe një nën me një video që përdor një gjuhë ordinere, tani një gjuhë rruge. Nuk e di nëse e pe live-i. Nuk e ka bëj. Ai thotë, se dhe vjera, nuk i thot vjera, e oma tit nuk i thot kur të gjëra. Merr një kamër shet, edhe bëj pyetje kot me njerëzit, a kupton? Jo, Edi mund të ketë faje, unë nuk e mbroj Edi, nuk kam dalë tu të mbroj Edi, por aman, Edi ka shumë faje, oj motra ime. Edi shkatërrej familje. por edhe Alma nuk Tani është e pa gocë. faje. Asiri po të flas shumë hapur dhe Ti ndeshmërisht. s'është bëhat, ma nuk shifet me shryri. Unë po të flas shumë hapur. Mua Edi më dërgoj shumë video dhe shumë foto dhe shumë Po do i kanë bërë me plan me gocë, ma e di. Pa e rafën alë më para gjukatës me avokatin syti, avokatin e vetin, Elbasana dite. kush e rrau? Gocët. Gocët me, i tha ky me avokatin. Edhe që eshte ai. Po nëse një A vajzë di ka dhe ma urdhë mbrojtje goca se venda jepshin almës. Kupton që a bëhet du se erë kunati ka Anglia pagoj legët. Edhe unë tani, gjyqin e kam Tiranë për t'ja marrë fëmijë. por Unë i kam paguaj legë. çka ka ndodhur mes atyre të dyve që kanë degeneruar në këtë pikë? Digjërime këta e një natë që flasin këtë, dhe me thonë, muhabeti ka qenë shumë. Ka shumë vite që Edi nuk shkoshin ma. Ta e martu me dashuri. Po pra, janë njohur me dashuri. Janë martu dhe me dashuri s'kan bëz dasu, kam marrë nuse ka bojë shumë i dargë dhe e ka. Që është shumë mirë punën.
Ky ka pas si dy vëllezër në Angli. Ky nuk ka punu një vetë se e maj vëllezër nga Anglia. A kupton? Po. Ato që lek, kjo o pasha që e për bukuri. Kjo po ke shtëpia, ke punë të shtëpisë me lobë, me viç, me tokë, me gjitha. Fund e lam pa lek ato. Nuk i sollën më, se ky vetëm merr e prish. E qartë. Nuk ishte që i jepsi nga 2-3 mijë pound muaj. Dhe thonë bish 2 mijë pound në Shqipëri që pandi me 220, 240. A e vetëm birra raki. Dhe ka qenë Birra raki. dhe ka qenë dhunues ndaj Almës. Po normale, për natë, duke rraf. E la herë, iku javë, hajt, ju vunë motrat nere, mos katroni familjen, do këthejnë, a kupton? Po. E la për sdyti, për shtret e la i zëtë sa diti muj, vajtë e mori par vjetë, nuk e maj me në qukës. Mi gotë gjaj, mon iku prap. Pasaj a i sa, vaj shpin, dalë, dajak. Edhe la. Për shkak të dhunës janë ndarë, me sa po kuptoj. Po, vetëm nuk ka as të rathi, Alma as ka qenë feju, as martu njët vetë për vetë se me e të kogjën. Unë kam kunas, unë të beton ka në metë, unë qëse nda ata, jo qëse nda. Unë me anë mund të kemë folë 3 herë në telefon. 3 herë, qëse është martu. Por, ajo që s'kuptoj, asiri është pse vajzat janë kundër nënës. I ka vuë, i ka këthyja, i këthevoj. Se vajza është 15 vjeç, e kupton? Po, 15 vjeç, e ka këthyja që nuk fola, nuk ka jo gocë atit nuk durohet. Edhe unë kam gocë. Unë të di që ka rrita e thmit, lene kundra nënë, pa e s'di sa folë. Gjua është gjuhë rrugësh. Jashtë kontrolli. Edhe Alma. Jashtë kontrolli. Edhe Alma ka përdorur një gjuhë shumë të rëndë. Ka folë, i di. Normal, edhe ai ka folë se i tujtë më e që në i shpirti që më sinojnë majtë hunës. Që në vërteta as pak, pra në të thejnë. Ai ka ngritur shumë akuza edhe për kunatin tjetër, për Fatmirin. Po pra, pa i Fatmirin s'ka si paj pare sa i vajtë motra e majti aty se si që ka shkonte, se na jemi në Itali. Motra tjetër në Greqi, na jemi 2 në Itali. O e teta, i tam ka marrë qabë, ka kuj kom, ke policia, nuk kalon, ke policia pa shku. Te ky, a jivgu, a ne i tjetëri. Jo, të lutem, Edi, me këtë gjuhë mos fol. A te ky ka kuj kom, të që ke policia, më ka ponë më gëtë në kanë dalë ka familja i ta. Une? Ti, me që atë jivgun që e marrë shpi, e përdor ati, në më gëtë më ka pojë e të. E në konë më ka kuj. Ke policia, më ka në ke shpia, me që policin i ta. Kush une? Ja, të lutem, Edi, kemi dhe asjeriun këtu, i cili... Po, më kanë të të ru, o e teta, më kanë të të ru. Ngru më ndanë, me përdorin në ne, në më gëjtë më kanë gojë, o e teta. Më kanë pu policin ke shpia, bëm ke policia të 4 o e teta. Qetësohu, Edi, qetësohu dhe flasi. Po ky që dojmë, njëri jep gu, ky që dojmë, njëri jep gu, halësi e majnë ati, po vinte në më të në tonë të jepu, të bërla, që pojmë me policinë, me jep. Po ky që dojmë ati. Me mu, ka dalë, më pëshe që ke? Kjo kuj fonëm, ke të të ru, ke pru policin ke shpia, me që konatët me të gjem, keni të të ru. Keni marrë në qabë, ju kam lonë zotin hak, o zot. O shko, unë jam në gëti Keni të lezit, ishte jivgu që jo me, kushte këtë ato, ju e letë tomë në karroci jivgu, jo onë. Të lutem, Edi, mundohet... Ju kam një mu me punu. Ka që jivgu që të rëmbe ju me të gratë. Qa keme e familje, s'ko zdi? Por, ka dalë... Jivgu e për të tjenë me grunën e për dojte. Edi, mund ta dëgjosh pak asjeriun të lutem? U irritua dhe nuk donte të fliste më përderisa iku. Po çfarë është? Kush është fajtor këtu? Jo, absolutisht ju nuk keni lidhje zoti Asjeri. Gjithë problemin ai e ka me Almën, largimi i Almës. Ore, motrën e ka marrë që shtëpia më, i ka gjetë shtëpi, i ka gjetë punë, nuk kanë bën, nuk shkon ajo me atë. Ora, jeni me drosini. Jo, ndarja ka ardhur, gjithë problemi dhe ajo që mua më vjen keq janë fëmijët që janë bërë viktim. Një vajzë 15 vjeçare të rrai nënën. Unë kam gjyq tani, me kam paguajtur, unë kam gjyq tani muin tjetër. Unë mi di marr 2 ajo. 2 ajo, 2 ai. Do jetë gjykata që do vendosi sepse Po do vendosi, nuk ka pagojnë Elbasanaj. Unë kam qurë letë, kam folë me prokuror. Që është kjo dhe, kush që ndodhar? Ai ka 3 urdhra mbrojtje. Edhe ky thot i marr fëmijët? Jo, ai nuk pretendon të marrë fëmijët. Edi thotë që fëmijët nuk duan të shkojnë me nënën. Po lere më se i pat fëmijët që regjistroj shkollë Tiranë, erdhi ja mori. E mashtroi.
për të marrë legët, edhe për të marrë 400.000 lekë flujë që e urdhën mbrojtjes, bëni financim alë në Goca për të marrë legët këtyre, për t'i pirë aki. Kjo është e rëndë. Jo, është realiteti, unë po të as nuk kam mashtrime, as unë kam pas bacanak, ai vetëm puntime. E qartë. S'kam lidhje fare me të. E qartë. As nuk kam asgjë. Po shikon të ju, ti pse me kamët, nuk kam qenë në Itali. Ora nga balkoni, ka dy ka i policisë ka thuj kamët. Unë asnjërisht sinqerisht falenderoj që më telefonove. Unë padyshim që do flas sërish me Edin edhe për ta qetësuar. Unë më ngjir prap murin. Atë që ka drejt unë mbrojsh ti. Kush është e vërtetë? Ai që telefonon ty do të jetë i sinqert. Duhet flas të vërtetën. Po, këtë gjë kërkoj dhe unë, sinqerisht, të dalë e vërteta në shesh. Ai që ty duhet thotë të vërtetën, edhe si më mbyllin mua. Po, nuk donte të përballej me ju. Çka u kam qenë në Itali, u kam fakte. S'kam qenë në Shqipëri. Sepse edhe Fatmiri është duke më pritur, do marrë dhe Fatmirin dhe ai kërkon që të jetë në një përballje me Edin. Po shumë bukur, pa dy. Pa e ka inati kot me Fatmirin, Fatmirin s'ka gjë me të. Ai është një rob që pi gjithë ditën këtë, edhe këtë. Ciao. Pi dhe këtë. E mirë. Ardhën. Më vjen nga keq nëse ka përfunduar deri në këtë pikë. Atëherë ata fëmia në rrezik me atë baba. Tani thoshte ka 10 pulat, i ka hënë me dashnorin. Shkuj ke dashnorin, gjije, qenë Birqeni. Që se ndava atëherë. Pasa që martu që u kësa pasa marrë ky. Përsa e more ty grunë martume? Që budalla, që sakata, që qorra. Ti ke marrë 14 vjeç që njoh me Albën, 14 vjeç. Jo 17-18 në martu. Falenderoj që më more, gjithë të mirat. Falenderoj, mirupafshim. Por në të gjithë të histori, më i prekuri është kunati, ish baxhanaku i vogël i Edi Koxhait, Fatmir Kovaçi, i cili është akuzuar drejt për së drejti nga Edi se ky i fundit ka pasur dhe marrëdhënie intime me gruan e tij Alma. Padyshim që është i irrituar Fatmiri, unë do hap dritaren dhe do e ftoj. Fatmir, çfarë ka ndodhur? Ish kunati juaj ju ka akuzuar. Përpara disa ditëve ka qenë në live me mua dhe më ka treguar një histori që edhe unë jam shokuar. Që i ka folë me ca fjalë aty që unë kam gocën 7 vjeç dhe ma ka dhënë Zoti mas 12 viteve. Arrin ma përmend ai person, fëmin time, nërkohë që unë nuk kam ndërhyr kur në familjet ati. Unë kam ndihmu kunatën time në sajt të bashkëshortes time si motër. Edhe ti tishe në pozitën time do ta bëje diçka, se normalisht nuk do ta lihen rrugë. Nuk do ta hidhin rrugë. Më falë, Fatmir. Gjë normale sot ai që mu nuk ma nxej goja, sot ai që më ka thënë gruaja ime mu më shumë e bonte ai baxhanaku me mu, që nusja ime kur ngjon këto gjona është gjendje shoku. Është nuk e ke iden. Edhe unë u shokova kur e dëgjova nga Edi. Kur Edi e shprehu këtë gjë dhe unë jam shokuar. Ai është një pianet ordiner, se nuk kam marrë që të flasë për të, se nuk më intereson fare çështja e tij. Në këtë pozitë unë kam marrë për të akuzumit për gjërat që ka thënë ai për mua. Ai është një pianet ordiner që ato e ka dhënë sistematikisht se po marrët goja 20 vite me radhë. Ai ka marrë litarin të avarje të njëri. Ai e ka akuzuar atë që ke bo fëmijë me tjerë. Ai ka thënë asaj kur të vinë motrat e tuaja këtu, ti do ikësh nga shtëpia që unë të kap motrën tënde. Ai ka marrë nusën time në telefon dhe e ka ngacmu çfarë nuk i ka thonë ndërkohë që unë këto gjëra e ka marrë vesh shumë vonë se kishte nusja nuk mi thoshte, i vinte turp një, se ishte motra atje dhe dinte se si do veproja unë. Ai ka shpif për kunatat e mia që ata janë hallë vet me familjet e tyre, me fëmijët e tyre. Ai peça shpifjes bonte ai. Unë nuk i kuptoj si fjalë aty që flet do të thë. Ai i ka kthy fëmijët aq keq kundra asaj sa nuk e ke iden çfarë flasin ato fëmijë që janë minoren. Ajo i mori fëmijët fillim, erdhi në Tiranë, unë bashkë me bashkëshorten time i gjetëm një shtëpi. Ai i ka gjetëm, ajo i regjistroi fëmijët në shkollë. Fëmijët rinin duke i bë video asaj para mrapa gjatë gjithë kohës. Po ta shohësh atë njeri ajo duke si e vdekme, po nuk është fut në varr akoma, se është e vdekme për zgjalli, se ajo është e dhunume. Pyet në rajonin e Librazit, hulum to, kush është ai njeri, sa denoncime ka rajon të Librazit, pse i ka thy komët se ka bërë rezistent policisë që i ka ik atë natë shjedh
nga kati dytë ndaj I ka sy komët vetë, se s'ja ka sy Satnata e ka dhënu, ka qenë të mytë, po ja kanë heq fëmit nga dorët, ati zotris. Për ne ka vajt policia me marrë dhe ky ka dash të ikë policisë, po të them si motor. Unë jam gjendje, ty si person, qofse nuk I kam bërgjaskuj, jam gjendje që të përgjigjem si dushti, vetëm nuk du të ngjoj më atë njeri të flasë për nusen time dhe për kunatat. Shiri është babe 4 kalamojve, ka marrë, ka fiju gocën, ka fiju djalin për të bëjdasën. Ai dele akuzon kunatën time lindët, ai dele akuzon artën, jo me park jashtë, jo kështu, jo ashtu. Të betohen për gocën e vetme që unë nuk bëj be kur një të time për fëmin time, të betohen ty. Që unë kur nuk I kam ram qaf ti robi dhe nuk I kam bëjt gjonë më të vogël. Nëse kam dimu kunatën, ka thonë kunatit, të lutem Fatmir, se më njerë se që njerë, ndimoje, se unë nuk jam aty. Ndimoje bashkë me Suelën. E kam dimu, kush do qoftë, do ta bonte këtë gjohë. Edi, përshëndetje. Përshëndetje teta. Me Fatmirin kam disa minuta që po flas. Po, kjo është e që ka prish familje. Kjo është e që vite që qatë kustemi. Me telefon pyte. Qetësou një herë, të lutem, Edi, qetësou pak. Që ka prish familje. Se bashkë. Kjo është e njëri që ka prish familje me 4 fëmijë. Amerit e krullës të nive e papitën të bandatës. Kjo mund e që... Të lutem, nuk të lejo, Edi. O pis, ti e ke poshtru, tregoj, se unë nuk kam pas lidhe fare në Kara, tregoja o dete, se ti s'ke pas lidhe, ti s'm njeh mu dhe unë s'njoh ty, si raca ime t'jesh, Edi, të lutem. Do dalësh tek për tek me mu dhe të flasësh. Fatmir, të lutem, Fatmir, mos kalojmë në kërcënime. Fatmir, mund të më dëgjosh pak? Ti të më bëha si herën, tim ke fut njërës mu që më kanë bo presion. Tim ke marrë nusën telefon, tim ke akuzu për lloj gjërash, ti ke marrë gruan time, I ke nxirr foton e për Facebook që ke fut njerëz, ka akuzu Elën, ka akuzu Artën, ka akuzu Lindën, I ke akuzu gjitha për çndeshmëri. Kur të ka dalë gruaja ime zhvesh ty, o maskara, po do do përballemi në o maskara, pse shpif? Pse shpif more? Ai e burr more, thuj të vërtetë. Ai e që ti që çfarë në sistemi ti, që çfarë do janë. Ai e ti. Ku po unë kam I fëmijë mos e paça more që më Edi. kam bërë të çapën. Pyete, ai ke bërë telefon, Pyetje të tuja. Unë e bën me telefon. Ka gruaja ime mund t'i bëj të gjona, po pse kush kategoria jote jemi? Edhe ti nuk je pa faj, Edi. Ku I ke fakte tërë? Mjet fakte. E kam thënë detës, Ku I ke fakte? Ku I ke? E që më duela, Të lutem, Edi, mund të më dëgjosh pak, Edi, dhe Fatmir. Ku ka qenë martume? Ku ka qenë? Ku t'ja ka marrë? E ka marrë me dashuri. Fatmir, mund të ndalosh pak, të lutem, Edi, të lutem, mund të më dëgjosh. Edi, nëse gruaja të ka ikur nga shtëpia, nuk ta ka fajin I shkunati. E ka marrë këtë Të lutem tani, të lutem. Edi, trego pak me këmbë në tokë. Nëse gruaja të ka ikur nga shtëpia, nuk ta ka fajin I shkunati. Tani, nëse ai ka hapur derën e shtëpisë, ja ka hapur se ka motrën e gruas. Tani ca gjëra kuptoj ti. E binte doma natës me time. Edhe familje ka prishta. O, Edi, po ç'u duhet sa herë janë martuar kunata tani, ç'pun ke ti mo burr tani? Ç'u duhet tani? Se ka janë gjithë shpifje këta që thot ti, po nuk të njeh njëri. Të njohin lekë na ka zonë halli me ty. Edi, të lutem, Edi, të lutem, që ju e keni dhunuar Almën, këtë gjë e pranoni? Sepse ajo është pajisur me disa urdhër mbrojtje. Ka dhe foto, ka dhe apo është burri ti. Po vetë ti, çaj ti për shkak të punon. Si se diun, a është punata ime, a është motre grusime. Ata e keni qenë polici. Për çfarë keni qenë polici? Po ne këtu vetëm të nëzum, po te ku i bëna Denuncimin e funit e ke nga unë, tani, se më keran qafë. Se nuk të ikën gruaja, po të trajtojsh mirë. Se nuk ikën arta nga burri, se nuk ikën O manjak, ti për familje, o manjak, ti për familje. O Edi, thëriti pak mendjes tani, të lutem tani tërgo pak I përgjeshur për fjalët që përdor. Nuk prish familjen e askujt, pona I Zotit që është larg. Është shumë keq prish familjen e dikujt. Ti po prish familjen. Çfarë jam unë? Manjak, po pse çikëm kapon që jam manjak? O maskara, manjak e ti që ke
që ke marrë gruan time, kur unë kam qenë në Gjermani, duke punu për familjen time, e ke marrë e ke thënë, ti të kam fiksim, atë e bëj mirë bashkë, më falo Deta. Ama s'është turpshme tani nëse keni arritur deri në këto pikë. I ke thënë, të kam shumë fiksim ty, të kam pas fiksim që atëherë. Ale të punë moral. Mora unë alë. Po ne do marrë zoti jetë, po ka marrë në alë. të telefoni këteve. Ja ka ble Linda, motre vet, ta ka me letë, ta vërtetoj me letë që ja ka ble Linda. Dhe e kam respektu si motor, o maskara. Ti po më prish familje mu se po del lartë. Edi, mos më kalo pyetjen, më kthe përgjigje Edi, se të kam dëgjuar boll. Kemi folur bashkë, që në një live. E ke dhunuar bashorten tënde? Jo. Edi, pse është pa icur me urdhër mbrojtje Alma? Ikët është dritë e lirë. Jo, urdhër mbrojtje nuk është thjesht e lirë. Urdhje mbrojtje është kur je në rrezik. A ke Edi, urdhë, nuk të jep policia urdhën, se ti ke akuzuar edhe shtetin, sikur nuk ka bëu gjë shteti. Edi, O djalë. duhet të pranosh fajt e tua Edi dhe ti vësh çik gishtin kokës që nuk ta kanë fajin njerëzit pse të ka ikur gruaja. Dhe nëse gruaja të ka tradhuar, nuk ta ka fajin kunati. Po tani nuk mund të akuzosh gjithë njerëzit e fisit të gruas të kanë prishur familjen. Duhet Koxha, mos më bjem qaf. Tu më mirë përgjigje mu se jemi duke fol para Odetës. Po e Deta. Nëse të mive ti kërkonte që çfarë gjëra të i kosti kushtemi. Çfarë telefoni do? E ti si do Jo le po të rozi ky. Mirë, Fatmir, nuk do të mbaj gjatë Fatmir se nuk zgjidhim asgjë. Po ai ka prish familje o Deta, ka prish familje llogarit tim. Ai ne aty ne vllai ka prish familje më. Por tani Tre familje ka prish vllai. të lutem, tani konflikti që keti me Almën, besoj du ta zgjidhësh me Almën dhe jo të përmendesh dhe emrat Ka të ty mund të kasha mu ky, kasha ky, ne ka të ke policia të vllai që apo jo me policin tim në zonë. Me i ket. Me që ka Almën mbaj. Çdo gjë unë kam vërtet o e të çkam punën aty, çe kam kon. Edi, por edhe ti ke gabuar, Edi. Edhe ti e ke dhunuar nënën e fëmijëve. Kur? Përderisa ajo është paisur me urdhër mbrojtje, Edi, do të thotë është e dhunuar. Kur i meti kështu për Deta, i meti kështu se u njifshi, pra, e kupton, u njifshi kështu. Po jo, se nuk. Një herë 2018 nuk ka lekë kalamoni kështu, pra. Atëherë a në shes ka pas. Po nuk merret urdhri mbrojtjes ashtu kot. Urdhri mbrojtjes si në momentin kur grua dënohet. Ani këtë që mori për burgën mbrojtje. Ani këtë. Ku që na gjyq, ai ka qenë korrekt, e ka marrë më mrapa. Sepse ajo që u kuptoi është që ju keni patur gjithkohon konflikte me njëri tjetrin dhe ishkunat juaj Fatmir i tha që Sa ka hy kjo Deta që kemi pas konflikti, sa kanë hy kjo motra me i ket, tuke shtëpia u bën konflikte. por çfarë leverdie ka një motër të ndaj motrën nga burri? Që ti bëj? Më për zotin ka provokuar, e koshte ke gasmuj me në ta. Më provokojnë ke shtëpia me për zotin, ajo, laguria në e tjetra. Që plaka ty, që ti bëj? Dola për jashtë në Alma mi telefon dorë, janë e vitëm i kodë dorë. Që ti bëj? Që pa e plan. Unë i shkreti nuk dije gjo për zotin, unë kësi po më një manë, nuk dije gjo, unë i shkreti e burë. Për katër me nuk shkreti një më punë, një të punu i këne vërdat. Do t'jesh dhe i përgjegjshëm. Ai që ke që në temë, ai që gunë, që ma që nuk rinjë me mu. Ai sa më të u kanë mbrojtje atje, prapë vinte ke shtëpia me mu. Për shkëti nuk zoja ka ma prish familje. Do t'jesh dhe i përgjegjshëm për fjalët që thuaj, Edi, të lutem. I kam të gjeka një ta që kam konë ato e i kam gjë me fakte. Ka qenë martuar ti çojë ti ke shtëpia. Po më mirë, tani ne nuk do merrem me martesat e mëparshme dhe nuk do merrem me fisin e Almës, se kjo gjë nuk t'i intereson as ty. Çdo gjë, ti kam çu, po çdo gjë, ha. Ty të intereson marrëdhënia me nënën e fëmijëve, sepse po përmendë gjithë njerëzit. Që nuk është normale. Kam marrë që në telefon, hajde ke fëmijë, ti jap me mesazhe ty, i kam të gjithë. Hajde ke fëmijë, takoj fëmijë ti që nga shtëpia ta japon ty. Ikë nga shtëpia me fëmijë, nuk i do as si takon. E ka lut gocë me rajt më takoj me ajtë, më takon nuk i ngjan. Por ju jeni në proces gjyqësor, Alma kërkon që të marrë fëmijët. Po që fëmijë ata nuk e duan, ka kërkon ka pa gjykata, si ti marrë me zor, siç u mor mund zvar, si ti marrë me zor. Anë ti kishe pas gon gjykata më parë nuk i merr. E po të mboj herë ata i ketë kështu, më lokën i ndi bashti shoqat, shoqja quhet që i mlegë. Po. Trot vet. Po. Mi pjer mu një rëzarta nga librari psikologë, kështu mi pjer ja çova kalamojt merë ka shliku i ke. Po nuk vetë me i marr me zor. Tufmet, ja shoh kemi non tufmet, ai që këta kon herë që nuk e kuptoni këtë as nuk e ka më në fare ke kalamojt skat. Ai s'ka punë me kalamojt fare vetëm gocë marrë që ana ka punë 2-3 herë, oj majtë më tako, ai s'ka punë me kalamojt. Një po ti është aty ku atë me ta ku Alma, ai dërin kështu si ujtë, ajo vetë ka pinë qaf.
Unë do bëjt pa mundurën që të flasë edhe me Almën, pa dyshim do kem dhe me Almën. Po ç'ma unë të shpole me Almën, ç'ma nxorë këtë djep mu miku troni. Jo, po Fatmirin ti e akuzove dhe patjetër që do ishe përballë Fatmirit, Edi. E ke akuzuar që të ka prishur familje dhe do ishe përballë ti. Sepse ti e ke akuzuar rënd Fatmirin dhe ai ishte i irrituar. Po ç'pun kishe me këtë unë jo e detëm ka prish familje, pra aty që ka me 14 marrë i grupi shtëpia. Po më mirë, e ka paskon e ke gjykata këtë jo, e ka kon kalamajt, këtë ka bërë që çavi i ka ashtu, e ka shkuar me letër kalamajt. Të lutem tani, nëse kunati, burri motrës, të hap derën, të ndihmon kur ke konflikte me burrin. E përdor ti me jo e det, e ka kon kalamajt, e ka kon kalamajt e det. Edi, janë të rënda këtë që po thuaj. Nëse një kunat ndihmon kunatën, nuk do të thotë që ata kanë marrëdhënie bashkë, Edi. O e vetë po e merrte te këtu libresh me në hotel te ka pa në këtë tirit. Po që në kalamajt vetë, ka pa kalamajt me syro, kose pas më dishë, nuk pa ka e mon. Po mirë, martesës tua i ka ardhur fundi. Kështu që... Po mirë më rregull, nuk më do, mirë që kënë da, o e deta. Po pra, nuk e pse i bën thirrje ktheu, ajo nuk do të kthehet më tek ty. Mirë më rregull, nuk më do më rregull, të më do në hatime, një me që kërkon, që kërkon një me nëjtë, që dojme. Ajo sigurisht kërkon të marri fëmijët, kujdestarinë e fëmijëve. Po një pyti kalamajt nuk vend që ti meni me zor një pyti kalamajt me psikologa e ka në rru i zë psikologe, nuk vend kalamajt me zor. Po gjithë do vendosi gjykata, Edi, nuk vendos as ti as unë. Nuk do vendosim ne këtu në live kush do marri kujdestarinë, është gjykata ajo që do vendosi. Unë dua të t'jap një këshill, Edi, që për hir të fëmijëve bashkëpuno me ish gruan, për hir të fëmijëve. Nuk gjëne, o e dete, nuk gjëne, e ka marrë në telefon, i ka marrë shkuar, unë bam me të mirë, e pa me të keqë, nuk do ajo, a kupton, o e sa ju, a kupton, nuk më do. Momenti që flasim, ju jeni në konflikt dhe sigurisht ti e i nxehur, ajo është e nxehur, nuk i hapni telefonin njëri tjetrit, ofendoni njëri tjetrit. Po jo, unë e hap, unë e marrë gjithmonë, e s'ka marrë, unë e marrë gjithmonë i shpejti. Ajo që unë të këshilloj, me në telefon kalamoj. Ajo që unë Ajo që unë të këshilloj është të qetësohesh pak, lëria e gjykatës të vendosi për kujdestarinë dhe lëri gjërat si shtemin e shqiptarë të rrjedhin. Dhe mos e shqetëso më në telefon, ti shkruash kur ajo të ka bllokuar, është e kotë. Se marrë mo, që atëherë nuk e marrë. U e parë që u martu mo djetë, se marrë nuk e marrë mo, i me në diku e marrë vesh, i me se marrë mo që s'pun ka mo. Ndërsa nëse ajo do kontaktoj për fëmijët, ti e ke për detyrë t'ju ja japësh fëmijët në telefon. Unë s'kam pun parë as telefon më e det, unë me ta jo më, për shumë që po martu, si s'kam djegje më me ta e det, që unë martu, s'kam pun më me ta, s'pun kam unë me ta. Mirë, mua vjen shumë keq, Edi, sinqerisht, nuk më vjen keq për ty, as për Almën, më vjen keq për ata fëmijë. Qëtë po, li majat. Po i ka detyrimet mirë, nuk i ka detyrimet, di kërkoj si s'bën i... Ajo do t'i pagoj detyrimet, sepse ka vendosur gjykata. Nëse ajo nuk e fiton kujdestarinë, kujdestaria të ngelet vetëm ty, pa dyshim që ajo ka detyrimet ushqimore për të paguar çdo muaj për fëmijët. Po nuk bën kalamajt gjallë botë dhe nuk është që i marrë me zë kalamajt, unë ikin Greqi, një kon kalamajt për shumë ke shtëpia ikin. Që me i makon kalamajt me zë, nuk i një ashtu. Pa kam pa kalamajt vetë, i ku e mërë të mrejna shpimë, i vende mrejna. E merë të tomën e ikte, e bindë të natës time, e ka shku goca letrë me letrë ati. Gjesi, unë uroj të bëhet me mira, ne do betemi bashkë në kontakt. Të përshëndes, miru pafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori reale, histori shqiptare. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.